Jeta është e çuditshme, duket sikur çdo gjë ka ndodhur dje. Ndonjëherë jeta ka edhe surpriza ekstreme, disa të mira, të tjera të këqija. Por si thoshin edhe pleqtë e moshëm shqiptar, jeta është një sprovë dhe ajo duhet jetuar ashtu siç vjen. Gëzimet apo idhërimet, të qeshurat apo lotët, udhëtimet, argëtimet apo brengat, familja apo shokët, miqt dhe dashuria e bëjnë atë të bukur. Sepse pa to dhe të tjera të një liste të gjatë, jeta do t'ishte bosh. Nata i jep jetë njeriut, duke jetuar në botën e ëndrave. Dielli i jep jetë tokës, specieve dhe njeriut, në ditë të nxehta, në dimër apo pranverë, dhe çdo gjë rilind. Ta jetosh jetën në totalitet do të thotë se i ke dhënë një sens ekzistencës tënde, dhe kur kupton që totaliteti nuk ka kufi, atëherë çdo gjë merr formë. Dikur ëndërronim, sot gjendemi brenda ëndrave, ndonse një pjesë nuk i ka realizuar ato ashtu siç mendonin, por prap se prap gjendemi brenda saj. Eksperiencat e jetës na formojnë, dhimbjet dhe trishtimet na kalisin, por sekreti qëndron në bindjen personale, sepse që të gjithë jemi të aftë për çdo gjë, por jo gjithkujt i përmbushen projektet. Dhe nëse këtë momente ka përcen me buzëqeshje, ndonse duket paradoksale, i ke dhënë forcë dhe shpresë vetvetes, dhe padyshim në një moment do të arrish objektivin. Jeta është e çuditshme, por edhe e bukur. Ndaj jetojeni ashtu siç vjen dhe mos e vrisni shumë mendjen, sepse stresi degradon, ndërsa buzëqeshja lumturon. Kalofshi një ditë bukur dhe buzëqeshni.